në fund u zgjova. Dhe e marrë telefonin e dorë, a me përcjellni në Instagram, nëse jo mundeni me përcjell dhe pastaj kontrolloj të gjitha lojcat cilët I luaj dhe pastaj zgjohem për një mend. I pari destinacion, banjoja. Dhe këtë kryej të gjitha gjërat e nevojshme. Pasi bëra një dush, do të laj llambët, përdori këtë pastë që është për t'i zbardhur. Dhe normalisht e laj fytyrën dhe pastaj do të përdori një exfoliant pas që e laj me këtë soap. Është shumë e rëndësishme të përdori një scrub sepse I çel porët shumë mirë. Dhe kjo është një gel për pupra dhe kam disa pupra të reja këtë natje dhe do të vendosi në ato dhe do të vendosi pastaj këtë kremin për sy dhe këtë krem për fytyrë e alluroj shumë, do me thonë është një krem për ditën dhe është shumë I mirë. Dhe në të gjithë trupit normalisht e vej një lotion. Më e rëndësishmja në mëngjes është të ngreni. Por jo kaq shumë si unë. Dhe pastaj mundi s'mu bë gati, para gjën për make-upin, do me thonë është pudra dhe kë illuminator, I cili do t'i përzjej bashkë dhe të vej të gjithë në fytyrë, sepse do të më baj puderin të duket më I lehtë për ditën. Llavasit që dua më shumë t'i mbuloj, do të përdori këtë korektor. Dhe vetë do t'i mbushim me këtë deep brow pomade nga Anastasia Beverly Hills, I cila më pëlqen shumë sepse është si gel dhe me thonë dhe rrën në vetua deri që ta hjekni në mbrëmje. Dhe kjo është kur gjë e re, do me thonë si bazë të përdori soft ochre paint pot nga MAC. Dhe në linjën e syrit të vej këtë gjyrë boj kafe të më japin një definim të syrit. Pastaj do të vej top në të gjithë kapakun e syrit nga Lorac Pro paleta. Dhe si highlight në vetullë në frym të syrit do të përdori këto ngjyra të çeluna e cilat janë matë. Për të fituar pak të ndryshim në sy, do të përdori këtë ngjyrë shkëlqyese. Dhe sot vendosa të bëj pak make-upin më dramatik dhe vendosa të bëj do me thonë gel eyeliner se që për shifni. Dhe do të përdori këtë korektor për nërë sy dhe do të zbuz, do me thonë do të blend me një sponge, me një sungjer I cili është shumë I mirë për korektor nërë sy. Dhe gjithçka do të fiksoj me këtë puder në pluhur.
të më duken synt më të hapur, do të vej këtë laps të nuk është krejt i bardhë, por është shumë i chillun në deri në ujit. Dhe do t'i thej pak qeprik, dhe do të vej maskarën, dhe sot vendosa maskarën vetëm në qeprik të nëltë, sepse deshte të mbaj një të hapësirën e poshme, do më thënë të bardhë, mos të vej maskarë. Dhe në fytyrë do të vej këtë bronzer, dhe pastaj do të vej një rose blush. Unë nuk bëj shumë shpesh, dhe me thënë pink boost, nuk e di se pse, por sot vendosa të bëj, dhe me thënë këtë pink ngjyrë, dhe do të vej këtë lip gloss i cili është pak më shumë në vjollës shkon, por ka tonë pink dhe shkon perfekt me këtë buskuq. Dhe kjo është e gjitha për make-upin. Tani për flok vetëm do t'i ndreq, dhe me thënë floket i kam të pastër, por nuk i kam ndreq, ashtu që ata do të bëj tani. Dhe sot vendosa këta të veshë, është një outfit i cili është shumë i përshtatshëm për vjesht. Të gjitha informacionet për veshje do të jenë të shkruara poshtë në infobox. Faleminderit shumë që shikuat deri në fund, ju puthi shumë, dhe shihemi përsëri. Ciao!